Selamu alaikum të dashur miq. Mirë se takohemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar, ku si çdo të ajtë duke filluar nga ora 21 jemi së bashku dhe kemi hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhë nderuar, selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të dashur miq, dhe ju mund të jeni pjesë e emisionit Rruga e Ndriçuar duke na telefonuar, po ashtu edhe duke na shkruar në numrat kontaktues 046 2200 22, po ashtu na ndihni në Facebook, në YouTube, në këto faqe personale të hoxhës profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhë nderuar, para se të pranojmë telefonat, një pyetje kam hoxhë nderuar. Në ndodhë shpesh herë që në trafik të bojmë gabime. Ka një herë lodhemi apo ku ta di une, një prej tyne, një gabim, një ditë që mu më ndodhi dhe policia më patë në konsiderat, po një prej tyne pak mund si tha, koke hoxh, a bon tha me ditë, a e kom gjuna une nëse të liroj, nëse të fali ty. Më pelqej kur më patë në konsiderat me më falë, tani, në këtë onën tjetër, me i thonë gjina, thësha mos bëhet, jo s'po të fali, me i thonë, jo se ki gjina u tuqa, edhe rrudha me kra, që me i thonë hoqë? Dhe mbeti pëzit për lakmushme. Mbeta pëzit për lakmushme. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Gjithë herë çdo herë falendrojmë të madhin Allah në fillim, sepse ajo është detyre jonë, është urdhri jonë që ta falenderojmë, ta madhërojmë Allahun, të jemi mirënjes atij për çdo mirësi e begati. Ta fillojmë bisedën tonë me përkujtimin e Allahut, përmendjen e Allahut, dërgimin e salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj shqyrë Zotit që kemi për lestë mirë, dhe unë kam një bindje, nuk e tham me majtë guhes, për tham nga bindja thellë, dhe kemi thënë sa herë, që ne policini kemi shumicë absolute, e kërën shumicë absolute janë krejt. I kemi shumë të mirë, falë Zotit, edhe nga ana e profesionalizmit, po edhe nga ana njerëzore, po edhe nga ana etike, këgja mirë, po edhe nga ana fetare. Dhe pjesë e sajnë është edhe përkujdesi i tyne në komunikacion. Ani pse unë kisha dashur që të ketë edhe më shumë polis në komunikacion, veçantinë për qytete, ku bllokohen trotuarët, i lojnë kjerët njerëzit, thot vesh 2 minuta, po hi dikont, a i një me hi për 2 minuta, po mbetet 5 minuta, edhe për 5 minuta blokon rrugën krejt. Dhe aje blokon atje, tjetër blokon atje, tjetër atje, dhe krijohet një rrëmuj komunikacioni në qytet për çdo ditë. Nëse ai çështje tjetër është. Sa i përket dënimit, ai nuk ka bërë gjëna, sepse ai nuk është fars. Ai se ka shkel urdhën e Zotit, pastaj se ka shkel as urdhën e shtetit. Policia nuk është i urdhëruar që çdo njeri që e nal me dënu. Jo. Në parim, detyra policisë nuk e me dënu. Detyra policisë janë me vetë djesu njerëzit. Unë ashtu e vlerësaj detyre tyne. Policia nuk janë për me dënu njerëzit. Nuk janë për me ndëshku njerëzit. Por policia janë për me vetë djesu njerëzit. Dhe ata kanë metoda të cilat me dëma se vetë djesoj njerëzit, edhe neve djesojmë, po neve djesojmë ata që dojmë na besu, dojmë na u bindë. S'kemi asnjë mjet
të detyrimit, të imponimit, s'ke. Dhe në fakt edhe feja nuk përdor mjetet imponimit. Përdor fakt, argumente bindëse. Ligje, gjyqje, gjykata shtetit cila përdor mjetet imponimit. Andaj, pse të kalëshu tyja edhe lëshën shumë të tjerë, ja kupton se është ky invalid dhe ja që se veteran je tjetëri më sociale, je tjetëri plak atje, tjetëri është përgu të ka dikush, natyrisht këto janë gjëra të cilat ndodhen për çdo ditë, ju ndodhin policëve dhe policët bojnë mirë që i lëshojnë njerëzit, sepse shumë njerëz, sa të dush janë ata, të cilët vedjesohen këtë formë, dhe kurme nuk e bojnë. Dhe shumë herët ata që kanë ndërgjegje të shëndosh dhe kanë një karakter të mirë, më shumë kryjnë punë, një qërtimi një policit se sa një ndëshkim me të holla. Për shembull thonë ty dhe mua, polici, a dëhet që shtu me gra kjera shpejt ju hëgjëllarta? A dëhet që shtu ha? A është në rregull kjo? Me rreziku jetën e fëmijëve, jetën e qytetarit. A unë të mësu ty, ti e mësuesi tanëve? Kjo sa dushë, kjo është më e rëndë se sa një gjobë me 100 euro. Dhe është një mësim ku nuk do të harrej hoxha. Edhe qytetari tjetër për pas hoxhës. Andaj pa dash me zot, një rrit atina. Sa në këtë s'ka baj. Allah që leftë. Kemi në telefonat në linje. Selamu alaikum. Selamu alaikum. Aleikum selam, rahmetullah. Keni pyetje për hoxhën? Po kisha një di pyetje për hoxhën. Hajde bismillah. Nderuar. Ndojsha mua më kapën domethënë namazi i sabahit, i drekës dhe i qindis në orarin e punës. Jam në Gjermani, tash për momentin një natë punu këtu. Edhe domethënë e bëj farzin e sabahit në punë, farzin e drekës edhe të qindis. Mirë, po farzin e akshamin e mri në shtëpi, edhe domethënë 2 herë deri më 3 herë në javë që jam edhe në punë në aksham. Domethënë edhe e kapi domethënë yacin ta fali në ratë punës. Për ta falë në vakët, domethënë. Ama unë jam me makinë në aksham, domethënë për yacin edhe e fali shpesh herë në makinë. E bëj veç farzin edhe salavati vitrin. Pse në makinë e falë, pse në makinë? Po jashtë domethënë me koha me shi, anë e knej, nuk është e përshtatshme për të falë dikun të jashtë. Jo se të ata fali mbas kohës ora 9 gjys 10 kur vinë në shtëpi. Domethënë, ka disa kohë të namazit ku i falë në makinë. Jo, veç yacin domethënë. Mirë, po yacin, çdo ditë. Po 3 herë në javë domethënë. Bëm punë vakit, 2 herë deri në 3. Ton natën nuk ke kohë me falë dikun uluna në kamë? Jo, kam kohë domethënë mbas orës 9 gjys 10 në shtëpi. Yacin? Po. Yacia kur është? 6 gjys, 6:15, 6 gjys. Për ta kapëm vakët, unë domethënë e falim 6 gjys në 7, sa domethënë 5 minuta mbas. Që sa ke vepru kështu? Po ka domethënë që një muaj e gjys. E para një muaj ditë çka ke pa? E kum falë në shtëpi, kum pas punë në akşam. Tamam, e qartë. Këtë kemi qartë. Ke pyetje tjetër? Jo, veç këto farzë domethënë që i kapin mëngjes në ora 8 orë punë, që e kam domethënë mëngjesi është ora 7 thirrëm këtu domethënë ezani, domethënë mbas orës 6 domethënë namazi i mëngjesit, atë falim punë veç farzin, atje domethënë e kam lejuar ai. Sabat drejkë din punë. Skadër, kryesorja, ty probleme ki vetëm yacin që e fal në makinë. Okej. Apo? Po. Po, farze, domethënë, a duhet t'i fali edhe sinetët kur do vinë? Po, lej sunetet të yacia nalim na shtashoj gzun. O, faleminderit. Allah i nderoj, tash e morëm një këshill dhe përgjigje për hoxhën. Selam aleikum. Lej sunetet se atje në punë, përderisa je në radhë punës dhe të vështërsohet falja suneteve, nuk ka dërë të falë veç farzet. Me mujt me falë sunetën e sabahut
është e shkelqyshme. Nga se sëneti i sabahut është sëneti më i rëndësishëm, më i vlefshëm. Sëneti i sabahut. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në hadith të Aishës radhiyallahu anha, rak'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rekate sunet të sabahut janë më të vlefshme se sa dynjaja dhe çka kanë te. 2 rekate sunet, po ku janë farz? Po ku janë rekatet farz? La ilaha illallah. La ilaha illallah me ditë robi që ka humbë nga mos falë namazeve. Nëse humbë ka të shumë me tik 2 rekate sunet. Po me tik farzi, apo të kundërta, nëse fiton ka të sevap me 2 rekate sunet të sabahut pa farzi. Pa farzi nuk ka çmim, nuk ka shifër që e përthakon. Përpos i madhi Allah te bareke ve teala është ai i cili na shpërblen për tu. 2 rekate farz 2 minuta. 3. 2 rekate sunet 2 minuta, 3. 4 rekate 5 minuta. 5 minuta. Dhe për me sevape je miliarder. Përpos që lave borç. Per 5 minuta mu bo miliarder. Ku është rësia këtu? Ku ka ma mire më lehtë? Pra, përderi se ke vështirë mi falë kohët e namazit në punë, senetit në falë veç farzit. Bile senetit sabat nëse mund është mirë, së mund është veç farzit. Kur jenë vikend, kur jenë të shpje, kur jenë përshimi falë senetit, bashkë me farzit. Të jacia, unë nuk për muj me kuptu. Pse ti me falë jacin 6:30, thajnë jacia? 6:30 i jenë rrugë, pëse më se falë në 8, pëse më se falë në 9, pëse më se falë në 10, kërse më rrinë të shpia. Këse duket e ka kuptuar se do të me falë në kohë se të hënja cia. Ja, Maria, ja, ma qëfar. Kërkoj s'ka thonë kështu. Jacia është më mirë më shty më vonë, deka gjysmë e natës, për jo ma shumë. Jo ma shumë. Është më mirë. Në anën tjetër, ai i cili fal namazin, ullur, apo në makinë, kur ka mundësi me fal në kamë, me ruku dhe me sejde, ajo fal bëdihava, namazit ti nuk i pranohet. Kështu që jacia jote nuk të është pranuar. Jo. Edhe me qenë kohë ngusht, nuk i arsim fal në karrik, për të smutësie. Nëse je invalid, dhe unë kërë, unë shpeti falesh karrik, atër falesh kërë. E dërtën pak për kibles, falesh në kërë. Për dire sa nuk je invalid, pse falesh në kërë? Pse falesh në kërë? Friga? Ku është e frikë? Ku është e frikë? Ku ka frikë se të me falë namazin, me nalë kire dikon, me falë 2 recate namaz, ose 4 recate namaz. Bjen shi, fote një pomë dikon. Nëse të shty, për ka që për të me ikë namazi, falu, ku dhe qoftë. Kjo nëse me hinda një pomë dikon benzines, e me falë, nëse gjallë e falë. Por nëse fundës krejt, edhe nëse o shi, edhe laq e falë farzin a o bonami, a o shkrive, Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam, jo njëherë, 10 herë,
këtë balë të bekuar ti e ka qitë në baltë. Në baltë. La ilaha illallah. Në baltë. Për hatër Zotit ta, krejt në baltë bi. Jo është me balë, krejt me trup. Për hatër Zotit. Me që farëtën e Zotit në venë. Shkojmë të shpjejnë, rëjmë të ishat. Balë ka që Zotit. Unë për dënja, unë edhe të për dënja, nëse nevoja zhytemi. Në rrugë me pa, dika nalë me ndihmojna, në laqen shije në borë, thëna, mëse përmen, je bona, pese, je mëse përmen. Po i në rejti ishat, unë shkej të shpija, shqyqër që më qaj Zotit muë, ma mënë se Allah me të gjinë ty. I laga të ishat, i bona pese zhyta me balt, ani dhe i në rejna me zbahet. Sen së ba. I lemu për Allah. Shto që këto namazet e, që një mu i dëtë, Allahu të një mofë dhe të bëhë kaza, jatësin, se nuk e shumë. Kur të dush, kur të dush. Këtash mas i vend të shpija njatësi, 90 kur të vesh, i falë ka 2-3 jatësia, ka 2-3 farze, shtuneve, djeleve, kur të dush. Por mundohme i bo një 30 apo sa po thusat ditë të kanë metë me bo kazasht e atësia. Allahu të rujtë. Allah shpëlef, thogjë në rëmë. Edhe mirë që vete. Po mirë që vete kjo, sepse kjo zgjatë me muj. Kështu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah që edhe është mundësia në numrat kontaktues 0462200022 që të telefononi. Ne kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Aleikum selam. Jeni në lidhë drejt për drejt në emision Rruga Ndriçuar, keni pyetje për Hoxhën? Po, e kam një pyetje, që është puna kur dikush të bën zullum, pa drejtësi, e ti lutër Zotit, e të pranohet ajo lutje, ati personit i bën keq diçka. Me atë lutje i ndodh një tragjedi ose i ndodh diçka. Ti nuk e ke pas në atë qëllim me lëndu, për në atë minut je koni lëndu mje lutë këndër tina e ju ka pranu. A denona në dynjo për këtë lutje që e këmë bo. E kam këto menje që një kohë kisha dash veç me një për Hoxhës, me në falimderit shumë. Allah i trujti. Selamu alaikum. Të gjënah nuk ki, se sa s'ke bon. Ti ju ke drejtu Zotit tënë. Ke qenë, që me tha Shqip, i dëmtuar, se po mi shprejnë gjuhën arabe, mazlum, po i bjën madhlum, gjuhën arabe. Ke qenë madhlum, i bon zullum, pe i kujt do qoftë. Edhe ke lutë Allahun me zemër, edhe lutja jote ka taku, ka zatet, ka has, në qatë minut që doaja nuk o këthi më rapa. Edhe ke pa me sytë tu, ka ta pranën Allah Azza wa Jall. Tani dhvije keq, e vallahi, kur vjen keq me së lëtë. Por drejt ke pas më lutë, dhe gjënah nuk ki. Ti asë gjë të keqës ke ba, zëllëm se ke ba, ajtë ka bo ty zëllëm. Dhe ti ke shfrëzu drejtën tanë, mi lutë Zotit tanë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, në disa hadithe, në ka tërhikur vërejtjen, që ruajuni duas së mazlumit, ati që ke bëzë Allah. Për shambull, në një hadithët, 3 lutje nuk kthehen mrapa. Da'watul mazlum, doja mazlumit, që është bërë zullum. Po bra,
Da'watul musafir, duaja udhëtarit. O da'watul walidi li walidihi, duaja prindit për evladin e vet. Nuk kthehen me ropa. La ilaha illallah. Thalath da'watin mustajabatun la shakka fihinna. 3 dua lutje janë të pranuara, nuk ka dyshim në to, edhe të se këtu 3. Kur të bëj zullum dikuj, bënë me anë se lutë e kundër te, po edhe mëse lutë e kundër te, zullumit në zanë. Zullumit në zanë. Njerëzit harrojnë se i verbën egoja, mendje madhësia, i verbën drejt që mallkuar, dhe shfrytëzojnë atë autoritet që kanë, e atë fuqi, e kompetencë, mundësi me të bëjë zullum. Ai kolegë punë, atje familjare, atje këshia, atje pushteti, atje gjykatësi, atje polici, atje ku ta di njerëzit në dunja. Atje mësues, atje profesorë, atje ranë. Dunja e plot zullum. Këta harrojnë se mos fën manual më lutë. Nuk fën manual. Dhe harrojnë se Allahu e shef dhe Allahu ka me marr hak. Ka me marr hak. Këto në kam provu për veti. Kam provu. Kur më kam bërë zullum për shteti. Kam provu. Dhe ta nuk e dishin. Sone për çdo natë, kam porosit gardiant Allah i shpërbleft që s'kan pritu, më të rëkit deri qelis, tak, e më zgju në ora 3 natës. 1 muajtit. E me madhru, me falenderu, të madhen Allah, pas e më lutë, kundër atyne që më kanë bëzë zullum. Ama ta kanë fleq lirë. Kanë fleq lirë. Por Zotë nuk flenë. Allahu nuk flenë. Edhe ati që ke bëzë zullum mazlumat, edhe ta se mërgjume. Edhe këj lutet. Dhe Allahu është qutë. Edhe Allah në pjesën e 3 natës, ata ka këshim lutet mu, këti përgjigje. E unë të themi o Zotë jonë, unë ima që të lutëm ty. Filanim ka bo zullum. Që i bonë unë? Që i bonë? Por, këqëre që shërë njerë për ty në fundi. Këqëre. Shkojmë tutje. E tha që edhe nëse ai që përjeton zullumin, edhe nëse nuk bën dua të Zotit, domthonë Zoti atë zullumçarin Merr hak. Merr hak vet. Merr hak. Sepse që shkon hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 2 lloje gjunahesh. Kthehen pasojat e tyre në dunja para se më kthejnë në herë. Tjerat nuk ka kusht. Tjerat nuk ka kusht. Mund kthehen një pjesë, mund mos kthehet hiç asnjë pjesë, truhet për herët. Zullumi që ja bën njerëzve edhe mos respekti prindrit. Ai i cili nuk e respekton prindrit, nuk ja merr Zoti shpirtin pa ja kthy këtë në dunja. Sa që është e njohur të njerëzit, musliman e jo musliman. Ai që i kthyer prindrit, kam ja thënë Zotit dikan që e kthyer. Nëse ka nënçmuar, i ka dëbuar prindrit për shtëpisë, vetë këshore mirë që e bojnë e vlatë. Vetë këshore mirë. Edhe ai që i bën zullum njerëzve. Pas ymer, kime pa. Po mas pas ymer,
Por e se të di kanë thuj, për cilë ma që të, që kam i bo zoti këti, qofte në stam dekës. Allah është i madhë, nuk e dërën zëllumin. Për ata Allah ka thonë, ja ibadin, hadith këtësi, inni harram të dhulme ala nafsi, wa gjaaltuhu bejnekum muharrama, fela të dhalemu. O ju rëbë të mi, unë ja këmbër vetë vetës time, për thëtë Allah, zullumin haram, ja këmbër. Nuk i pa zëllëm Allah s'kujt, nuk i pa drejt s'kujt. Dhe kam bërë atë haram mes jush. Fela të dhalemu, andaj mos i bëni zullum njani tjetërit. Rujo, mos i bë zullum as një krijeset Zotit, as mikut, as armikut, as insanit, as hajvanit, as shpenzës, as peshkut, as kërkujnë dënjat, mos i bë zullum, rujo. E nëse shpëtën për i bo zullum askujt, pun të mirë i ki shumë të i madhe i Allah, kur dirsh para ti ditën e kiametit. Pranim telefonatën e radhës, selamu alaikum. Aleikum selam, selamu alaikum edhe për juve. Aleikum selam. Keni pyetje për Hoxhën? Po, i kam një dy pyetje. Hajde. Pyetja numër 1 është, për shembull, nëse dikush të lip borx, për shembull, një merë thot, a ki mundësi me thonë se kam diçka, mirë po te e di se ai si ti more parët, ja se dush mi a fal, thot hajtë se t'jap të kitë datë, hajtë kitë datë, hajtë kitë datë, ta ndron datën. A në kitë rast, a ban, për shembull, me rrejt, mi thonë, jo, nuk i kam parët, ose diçka mi jap shtellë ati. Se si t'ja mirë, si t'ja ip shumë zortën, ose një merë parët për ati. Numër 1. Numër 2, kjo, se di, muna mi thonë si këshill këj Hoxhës, çfarë menon Hoxha, imami Qabës ishte tash tek ne atje në Shkup, edhe shumë respekt, nderi madh imami Qabës me ardhë me të vizitu, shumë vllazni po thojnë, ki ka ardhë, po ki e ka luftën në borë, e në aton këton, ki s'meriton me ardhë, s'meriton respekt me bon, që u mushën xhaminjat sabajnë me falë, kanë arë se pipi këti mu falë, kjo une se shot të heshme, qëfar me donë Hoxha? Qëto ishin të pyetjet e mia? Allah në ndëroft. Selamu alaikum. Allahu të rujtë, se për këtë parës, njerëzët të tillë këtë drejt plotësisht mos më dhanë borx, për pas që shta dhe vetë nëse vendos mja falë, bile për fillimit e bën jetë mja falë, e fiton sevap, thot kë nuk ka bërri mirë, apo kë nuk i kthen, por është nevojle. është nevojle, a më kthin nuk i kthen. Andajnë për jepi. Ani pse është një metodë tjetër në përdor, kur dush me lyp, me thonë, me ki për shamu ke përmeni shifrën 1000, këthemi 500, për të fali 500. Një që me nëzit ata, që me gjithë e dykën 500 me të këthy, e 500 ja bën jetë, ja falë. Me gjithë atë, ke të drejtë, me thonë s'kam. Tani e bie kia rranë, jo, nuk e bie rranë, sepse të qëllimin e kije, s'kam për ty. Po këta për ty, nuk e shqiptan, për e kënë mendjen tane. Tamam? Apo sigur se më thomë dikush për shambull më në rrugë, hajde pimi kafër, thomë s'kam kohë. Po mes 100 metrave 200, ka mundësi ta kënë dikën ku s'u nja këthen. Dhe ta është shëkë, edhe thëtë, për mu s'pa të kohë për te pa. Që ashtu është, s'pa të kohë. E vërtet është. Po të kesin qërtë, nuk rajte. Pra nuk kam kohë me çdo një më rajtohu, mi letë. Pra nuk kam pare për ty, nuk kam pare për këtë djanë me dhanë në njëzë, o mi letë. O në më i gjej bërsh dikuj, për dire se e më të mnajt 1 mijë, se 1 mijë, shumë i që njerëzve kanë ka 1 mijë, shumë njerëzve kanë që të.
s'ka 100.000 dhe 10.000 se 1.000 është e kanë. Unë t'i japi, pa unë si shpet për një javë, për një muj, për sot, për nesër, pak në rrugë t'i japi, ose ani. A i harran që i merë, a i harran se po t'ja kish këthy këtina, e kish lanë derën qelë, kur dënë marrë me lypë. Sepse ka marrë një herë, i ka këthy, ka marrë një herë, ka këthy, ta shkëj besan. Vesh nëse s'ka. Nëse t'ka, thot, po. Sarë kish nevoj prap, hajde t'japi. Sa shta jam mbyll derën të ti, jam mbyll derën të onë, jam mbyll derën të ajë tjetëri, se metet derë konë. Pas taj, ajë nuk e din që ullet e njerëzit. Për disa gjest e ullët është. Mi thot dikuj, jam i të pare për një, për një mujtë i se këthen. Dhe si këthen, disa gjest e ullët. Po të vjen keq më shumë për te, pse e ulli vete në deregje, se sa që nuk mi dha parët mua për ty. Se fundja nuk kanë 10.000 mjera, që me na fik neve, po me që nërë me një mjerë nuk fikom. Kotë sotit, nuk fikom. Jo që kem ballë, apo që kem teper, po s'fikom e një mjerë. Amo aj o të rgu bërë i ligë, shumë i ligë. Dhe unë bje shumë keq, që kam pasën sytë mi për burë të mirë, tash nuk më duhet bësë ashtu. Jo pëse me hëngër parët, po pëse hëngër fjallën. Pëse rajti, qështë rranë burri? Qështë rranë burri? Qështë nuk e manë fjallën burri? Po këtu cilësi jënë të monafikave, andaj që të për më dhe muhe. Më shumë se sa që nuk mi ktheve parët, o i gëzun. Se po të sharë me thanë, nuk kam burë. Pasha zote nuk kam. Ose më kujtu me thanë, kam dukat grus, mu isha me binë grun, me thanë që dukat, ose që të kërë kam për jecin kam, ose për si a mërti. Ti që e ke dhanë një mjerë, të si a mërë ka fshatën e bukës. Për si a mërë vërë, thu jo. Jo, mi e pasani. Ose amin një qenë, bënë edhe 50 një qenë, kur t'i bënë ka gjysa dikun, i thu që tjerat, halal të kofshë. Ose, thu për dhere sa që 3-4 herë që vjenë, dhe më kërkan halal, se unë është la, unë e kështu ashtë të këmë basë dërmer me t'i falë. Për ta shumë shtini me t'i falë, edhe të anë e kitë falë. So bënë e burë. Andaj me sinceritet. Me sinceritet. E jo me ullë vetë vetën, me bo vetë vetën, me ikë njerëzit për teje, me se pas ftyrë me do njerëzve. Nejse. Kështu që ki drejt me thanë ashtu. Çështja e dytë, Imam Qabës ka arë në Macedoni dhe shumë mirë bo, jemi gëzoni shumë, sepse në Shqipëni kanë qenë, ju ajë për tjetëri, në tjetër, në Kosovë ka qenë një tjetër, dhe jenë knasë muslimantë. Mirë, a është se vapin gëzu muslimantë? Me tha ty në vlaznive të uajt mivet. Pytje, a është se vapin gëzu muslimantë? I veç mi gëzu, kur që të sen? A është se vapa gjëna? Je se vap. Po ka që burë këndodhe, myftinia e shkupit të bërë, sebeb, eftaj imamin, a ju përgjegjë, për hatër muslimantë, i sa më marë para të, ty bën kaftar më marë para. Pasha Allah i sa më marë para. As me bë biznes. Por ka ardhur se kanë dëgju që në Macedoni ka musliman, dhe jënë shumë nuk jënë pak, dhe gëzohën shumë ata. Andaj me gëzohë ata musliman, e ka marrë atë rëktip, Allah është për bleft, dhe është organizu pritja mënyrën më të mirë të mundshme, atje nga ana ambasadës, këtu nga ana e komunitetit, qakje, bësi islam reasetit, atë që ka qëvot atje në Shkop, në anën tjetër të gjemati plëti për cilën e për të në gjamia të shku, dhe një farë freskije, një farë knatësie, një farë qlodhje psiqike muslimanëve, që është ma mirë mo? është një freskije mirë për muslimanët. Ta morë me shambull thjesht. E na nuk jena me imamat e Qabës, ata jenë shumë më naltë. Por nëse unë e kuptoj, se nëse shkeni një vend dikon, jo më jam sufejnë, thujnë Deçan, thujnë Drënis, thujnë Lap, thujnë Anëmaravë, thujnë Tetova, Ngostevara, dikon. Por më thjerë njerëzë thujnë, hajde se pa kanë qef gjemati, ose gëzohen kur të shohin. Dhe unë shkoj me njetë mi vizitu, me i pa, dhe mi gëzua ta musliman pak. Sen më s'folësha,
asgjë mos sa pafshin e hajnë ata nga ana e mësimit, ligjerimit. A kam sevap që vizitova, zjarret a sevap. Po mi gëzu musliman ta sevap. E mira vëlla, çish më ndalan. Çish më ndalan. Andaj kjo që bëhet bisedë bile. Megjithatë Allah i shpërbleft tonë ata që në bëjë sebeb, që kanë ftuar, që kanë pritur, që kanë dëruar, që kanë vizituar. Allah i paguft të gjithë. Allah të paguft, hoxh, Allah është shpërbleft. Besoj pajtohet shkojnë një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi të dashur mes pas një pauzë të shkurtër. Rikthehemi sërish me emision Rruga e Ndriçuar. Selamu alaikum të dashur miq, jemi rikthyer me emision Rruga e Ndriçuar, ku jemi me hoxhën profesor doktor Shefet Krasniqi. Me një na njoftojnë se kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Aleikum selam. Jeni pyetje për hoxhën, jeni drejt Po, për kam drejt. 2 pyetje për hoxhën nëse ban. Krejt ka 2 pyetje fazit. Hajde bismillah. Pyetja e parë është, ne jetojmë në Gjermani, edhe tash kemi aplikuar për në shtësitë këtu në Gjermanisë. Duhet me nënshu një letër me disa pika. Njënja prej pikave është gjithashtu njohja e së drejtës për ekzistencën të shtetit të Izraelit. Dhe sqaron që këta janë për paqe non-stop, janë kundra luftës, gjë që nuk është e drejtë. Tashti nuk patjetër nuk e kemi në memor në shtetësim, po unë e kom pas që është një farë lloj mbështetje e tyre dhe nuk po du me nënshkru. Mendimin e hoxhës për këtë çështje nëse ka mundësi. A Tjetër, jam i qartë? Po, dyta? E dyta është hoxhallarët pa mjekër. Ku kam pa ose me çfarë hadithi ngushëllohen këta që për ruaj mjekra, jo vetëm pa mjekër, po të ruar. Nëse jam i qartë. Hajde. Zotit Rui, salam alaikum. Po gjendrum, a më lejon para se më përgjigj, të lexojmë një pyetje që na ka ardhur bukur herët edhe kemi me telefonata. Selam aleikum, kam një pyetje. Atakohen shpirtrat në varrezat e çatij qyteti apo edhe në ndonjë qyteti tjetër? Për shembull, është varros një shok apo ndonjë familjar jashtë qytetit tonë, atakohesh edhe me ta apo vetëm në ato varreza ku janë varros? qartë. Faleminderit. E qartë. Faqe Po, të vdekurit e një fshati, një qyteti, nuk janë sikur se të gjallët e një fshati qyteti ku nuk din që ka bëhet diku tjetër atje. Kjo botë është tjetër, bota e varrezave apo jeta në varreza është botë tjetër, dita e kiametit është botë tjetër. Është jetë në vete. Në embrion, duke filluar në fillim atje. Kur t'i futet shpirti frytit në trup, a ka jetë? Po së është gjallaj. Por, është jetë qaje që është. Kufizon. Kur të zgjohet njeriu, kur del këtë dynja, edhe rritet dhe punon e gjallon e këtë dion, ka jetë e kësaj bote. E që është definicioni për këvizimi që e dim të gjithni, që keje që kemi. Kjo është e dyta. E treta është në gjumë. Në gjumë është një jetë e veçantë, është një periudhë e veçantë. Ku njeriu as nuk është i vdekur, as nuk është i gjallë. Thua i ndryshë ndash, se ulemat e renditin pak, e emërtojnë më ndryshe, lidhja e shpirtit me trupin, Në embrion, gjatë saj dynjaje, në gjumë, në varr dhe ditën e kiametit. 5 faza. Secila prej tyne dallon prej tjetrës. Secila prej tyne dallon prej tjetrës.
Kështu që jeta në Varreza dallon për jetës kësaj dynjaje, por dallon edhe për botës tjetër kur dalim para Zotit. Ama i përket botës tjetër, është botë tjetër, por dallon prej ringjalljes e tutje. Tani, pse thash këtë? Sepse nuk duhet gjykojmë me ligjet e dynjas, jo na jena të fshatit si bës, po, se ta mas fshatit tanë atje, edhe tash të vdekni të ju takohen me zveti, po ju të fshat me të fshatit tem. Nuk jenë këtu matematika, ka po këtu ligje në botën e përtejme, apo në jetën e Varreza. Këqa, për me thjesht, qysh kuptohet për ajeteve koranore, për hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe qysh kanë thonë ulemat islam, shumë prej tyne, deri te Ibn Qayyimit se ka një libër që flet veç për shpirtin, veç për shpirtin, ka quajtur shpirti, Kitabu Ruh, libri i shpirtit. Dhe shumë të tjerë, para dhe pas tij, na tregojnë se shpirtat e të vdekurve takohen me zvete, ashtu si që janë njeftu në këtë dynja, për te kufejve të fshatit e të qytetit. Nëse ke një vlla, një mik, ta zame, unë kam pas shok, kam nga Fiji, diku Fiji, për të Zelandës të re. Australia, Zelanda e re, për te është Fiji, unë për këtyne kam suko Fiji. Deri atje në Venezuelë, deri në ishut e Maldiveve, deri në Afrikën e Jugut, një Johannesburg. Dhe kështu më ranë 4 anë të botës, unë e njeh njerëz. Dhe ka shumë prej tyre të cilët shumë shpesh i përmendi, e më kujtohen, e lutem për ta, e lësë Allahun, më taku me ta, ka për tyne që edhe i maj kontaktet me ta, po ma pak, nga se në kanë humë telefonat, në atë kohë nuk jem pas një telefona, me marrë këse telefonat gjepit, me shënu numrat, në shënu adresat për e numrat. Edhe tash këta vlazen, që një quaj vlazen të mitë, e shok të mitë, unë e lësë Allah më taku, shpirti e me shpirtin e ty në kërvdesi. Tash, jenë brana fshatit, a jena përtej? Përtej jena. Nëse jena gjenet li takohë me zvete. Dhe se cili shpirta kanë atë që e ka njoft, e ka nejt me ta, e ka dasht në këtë dynja. Se cili shpirt. Për ata ne kur të vdesim dikush, prej formave mënyra që jepëm nga i ret, ty në gjallëve, e pse gjithë ke mërzi? Po vjen koha takosh me vladin tanë, para se më takon ditë kiametit, ose me babën me nanën tanë e takosh. Me emrin e Allahut, nëse jem për gjenet live. Shpirët takohen me zvete, të gjenet live, nërsa shpirët të gjenem live janë të ngullu fatura atë, në një vend dikon ku do Zotë dhe atu dënohen atje. Po ashtu ka ardhur në hadith se shpirtat dhe këtë e cek në Tejmi ibn Qayyim dhe ramë në matë, e cek në komentit Takiles Tahavir dhe shumë vende. Shpirtat e të vdekurve, që kam vdek mamati, kur vdes dikush të frik dhe shkan të ta, ata qohen i madhe i vogël, mi dalin për para e me prit. Sikur se kur vjen një abangjit që s'ka armët dikush për neve, mëlle me dalin prit, që fa lojnë për nasjel. Dhe e pysin, ko filani, që bën e filani, thot filani, martu, filani, ka bo kështu, filani, ka punë të mirë, filani. Ranë, dhere sa i thëjnë, lendet përshan njerin, so lodh, lendet përshan, so lodh e ka arë këto. La ilaha illallah. Dhe ndërkohë e pysin, pa filani ku met? Thënë filani, ha? Filani ka dek më të, pësa nuk e të jo, ha? Thënë, pas ka shku anej.
La ilaha illallah. Kjo është shpirtat e të vdekurve. Po ashtu takohen me zvete, po ashtu takohen shpirtat e të gjallëve me të vdekur në ndër. Rrim. Shambull, na lexojmë për xhallarët e vjetër që se kemi taku kur. Po. A mujmë i taku ata? Po. Sahabët, Po. pejgamberët. A në pëse qarë? Është një mesele tjetër. Ata që janë ma naltë se te, ata dhe marrë ma poshtë. Ata dhe marrë ma poshtë më në taku nebe. Për të arsye, ata sigur takojmë ditë kiameti, sa atje ma ndryshe. Këta që janë ma naltë se në takon të më vullnetin tënë. Ata që janë ma naltë, ata mund të taku ta që janë ma poshtë. Por në ditë kiametit po. E në gjenet po. Sepse në gjenet nuk ka kërkesë që nuk të plotësohet. E ne duam të shohim ata burrat me shumë mirë thati. Duam të shohim pejgamberin dhe të shohim ditë kiametit. Dhe duam të shohim edhe shokët e tina. Duam të shohim ata ulema. Për shembull, unë peqja kam nis me lexu, po flas që kam shkuar në Arabi, se të kam qenë në shkollë të mesme pak ma sazat kufizuara. Por peqja kam shkuar atje, për shembull Abu Hanifen, Shafiun Ahmedin, dhe shumë ulemat të tjerë. Po sa herë kom përmend. Për ndërsa kam qef mi pa ata njerëz. Ose ulema bashkohorë, ose njerëz të mëdhej bashkohorë. Për shumë Ali Zet Begoviqin. Veç Zoti e den atë njeri, sa shumë e kam dash kur e ka në gjallë. Dhe po të të kishte qenë mundur me taku, a i ka qenë Saudi sa herë kur e shanë, po e vik e shkon të nuk e mërë shavesh. Nuk di që kësha bëvë me taku atë njeri. Dhe kam lutë Allahun sa herë, ma mundësu Zot me taku me ta, ditë kiametit e me ka për qafe. E me thonë, Allahu të shpërbleft për punën e madhe që ke ba për ummetin tënë. Sepse Allahu e kishë ruajt atë njeri këmëndimi jam, në kom drejt me mendu kështu, atë njeri e kishë ruajt Allahu, njeri në duhur, në kohë të duhur, në vend të duhur. Për me shpetu qatë popull, atë sa mundi me shpetu, për ndryshe Bosna nuk pat me egzistu. Të gjimani e Miloshi e hangërën Bosnën. Këni ka fshat, dhe bir shahadet salavat. Por, Allah e bëri këta sebeb. Dhe njëherë kam pa handër që përqafova fërt handër. Nashta qash për që bëna marak me pa që më lutë për te, ma mundëse Allah handër me pa. Kam qef dhe njerës me Sultan Muratin, këtë herojnë e madhë, që na i kemë bërë shumë ati njeri ju. Pësa kam qef me pa atë njeri, në ditë kiametit. Dhe burra tjerët me dhej, na mundësan Allah. Na mundësan Allah, po. A shkojmë të pyetje e dëgjuesit? Shkojmë. Si nuk përshkruan kontratën e leje qëndrimit në Gjermani? Këta kemi thënë edhe më herë kur na ka pyetur më duke dikush. Unë mendoj që kjo është përkohësisht në disa republika të Gjermanisë, jo krejt. Mendoj që është përkohësisht për shkak të saj krize e cila është në lindje, por ky kush do të pezullohet. Besoj se s'ka arsye me qenë gjatë. Andaj unë nuk isha gut. Nuk isha gut. Minimumi në këtë kohë ku ende derdhe gjaku i grave dhe fëmijëve dhe ende janë krenar dhe krenohen për vrasja në mbi 60.000 fëmijë dhe gra, e krejtësisht janë mbi 70.000,
qoftë edhe një solidarizim sa dhe i vogël me ta, unë kësha të marrë para Zotit, me në shkru një gjatë të tjilë. Sa në zarësi, shumë miri. Elhamdulillah, për Zotit, nuk të obligon askush, nuk të detyron. Atë që ka i detyruar, atëherë nuk e ke gjëna. E ka dispozitën hukmin e veçantë, kër i detyruar. Dërsa kër nuk i detyruar, dhe gjana më si ba. Dhe gjana më si ba. Pyetja tjetër që a ke vllaut, për... Për disa hoxhallar që nuk kanë mjekra. Po. Ka qenë një kohë, periudha komuniste, gjysmë shekulli gati, ku ndoshta për me menu mirë ndaj tyne, sepse ne jemi të urdhëruar se musliman që të mendojna mirë ndaj gjithë muslimanëve. Mos paragjikojmë. Derisa të na vërtetohet e kundërta. Ndoshta nga frika e komunizmit, që mos të dallohen, të etiketohen, të nënçmohen e përbuzën e tjerë, ose ndoshta deri diku nga mosdia, mos njohja rëndësisë së mjekrës, e mund të ketë shkaqe tjera. Ka bërë që shumica absolute, e hoxhallarëve në këtë Ballkanin, pjesë e saj në Kosova, madje në Turqi. Unë prej 86-ës, shkojnë për Turqi, udhëtoj, në shkollë, studime. Dhe më ka ra më falë në 10 xhamia, kur deri shtazhvon, imam turk me mjekër paskam, me mështje që krejt, me mjekër asnja. Pra jotëm Ballkani, po edhe Turqia. Tash ka ndryshu rrethanat, ka ndryshu gjendja. Tash ata imama që i rrujnë mjekrat, mirë nuk bojnë gjëna. Pa dash më prej asnjë. Zotë më se dash me pas qëllim me fyj kërkan. Por nëse dënë me lexu në për libra dhe mingu uleman, se çfarë thënë për ata hoxhallar që i prin, ata nuk kanë thënë emrin hoxhallar, po prisa, ulema, që i prin miletit dhe i rruan mjekrat, shesën nuk flasin fjalë të mira. Pasha Zotin. Nuk flasin fjalë të mira. Arsye nuk kanë. Mjekra është vajib. E minimumi sunet muakkad. Pejgamberi ka urdhëruar në disa hadithe. Për pas që ka praktiku vetë, ka urdhëru. Andaj shumica ulemave. Prej ty në Hanefit. Madje Hanefit që është një mjekrës e shtrëngojnë mësë së shumti prej 4 mëdhëhebeve. Asnjë mëdhëheb nuk e shtrëngon çështjen e mjekrës sikurse Hanefit. Dhe bindu, dhe heq mos dysho. Se po të ishte Abu Jusuf i gjallë, nxënësi i Abu Hanifes, për them Abu Jusuf sepse ka qenë kadi, e këtu në çështjet kadisë. Po të ishte Abu Jusuf i gjallë, imami i cili është pa mjekër, imami i cili është me mustaq, pa mjekër, imami i cili për dëhanin, asë një ditë si këshlan imam në xhami. Dhe kështon, jo, mos gabon me thakujnë dynja që në Hanefi.
Ti qa dush ty, vesh për të e më Hanefi. Qërë Hanefi jeti? Qërë Hanefi je? Që që ne nuk jem pa gjenahe asë një. Kush ma shumë e kush ma pak. Allahu në arruj për gjenaheve të më dha. Në arruj të për dvojlave, po për ty nësë ikim. Ama gjenahat e cilat bën haptazi dhe që bën msheftazi dallim se nata me ditë. Rrujtja mjekrës është gjëna që bëhet haptazi. Pirja e dëhanit është gjëna që bëhet haptazi. Shtohet pesha e gjënahit sa do që të vëhet kërë bën haptazi. Dhe zvëglohet pesha e gjënahit qoftë të madhë kërë bën msheftazi. Kjo është rregull. Në shariat që ta në dinë ta që dojnë me ditë. Në anën tjetër, ka i mama pa mjekër, që atë qënë të mirë, atë qënë të kajshëm, atë qënë të tëmbel, atë qënë të beshëm, atë qënë dishëm, nuk din mungi të ingu ata. është thuë, mes të kësha pa, të shkanë kështu, në radio, me një zanin, e mes me pa. Po se s'po më duket mirë, gjemati mikër ose pa mjekër. Jo, s'po më duket mirë. Hoxha dhe me pas mjekër. Në fakt, në çdo mashkull me pas mjekër. Musliman. Në gjithate, nuk prek çështjet besimit, elhamdulillah pe Allahut, nuk prek çështjet besimit, andaj nuk bën më prish me hoxhën për shkak mjekërve. Nuk bën më prish. Ja Zoti më sa dash. Po. Allah të shpëlojë. Pranojmë edhe telefonatën e fundit për sonte. Selam aleikum. Alo, selam aleikum. Dirëm Allah. Presim edhe paka kemi telefonatën e linjë, nëse kyqet e pranojmë, nëse nuk kyqet minutat vetë që na kanë kalu. Salam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Më falë nëse kështë ngu. Salam aleikum shekhe, kam një pyetje për ty, dje ma boni gruja një pyetje, më mëzuni pak ngusht, se dita përgjigjen, a unë veç i thash nuk lejuhet. Ha? Ka ke kanë rrezik për pas ke shpëtu për mdoket. Më veti gruja më tha këtu u bon një ligj, kur të des, a munën me t'i marrë organet, edhe unë e thash, pa e ditë qysh është puna e fikut, unë i thash veç logjikisht kështu që nuk lejuhet, se gjenaza veç pështjellet me qefen edhe lëshohet dhej. Po për me hek vezvesin ndoshta me të pyet ty, edhe tjetra edhe tani a lejohet në rast se jeni gjallë për shembull me jap veshkën veç që nëse është qëllim shërimi i një familjarit. Me shita me fal. Jo, me fal, sa da Ama po. pyetjen e parë çaraje, ku jeton ti? Na jetojna në Island. Is. E këtu është një farë ligji kur dek, do të mi aulon shtetit, vetë sa e kam bo dje, për që ata në veç i thash nuk lejuhet nëse bo. A këni në shkrua? E ka në nëshkru që mos milon në organet. Kush e ka në shkru? Gruja. Po dhe sa e nuk ta imponon, a i të pyt. Po, të pyt, qashtë. Të pyt, për shkak kur shka me marrë një dokument, të reftimi, në diçka, të pyt. Thot, apo dënë me në nshkrue, që me dhanë gjymtyrt mas vdekjes. Apo? Po, Dhe këne në shkru për ju, po, të dëtë. po, të dëtë. Tamam, e ta shpytja është, a gjëna se vapë. Pytja është, A lejohet? unë e veç dashta me hek vezvesin, a kum bo keq që i kum thomë haram. Është haram në rast se i jep. Tamam, e qartë. Edhe një pyetje tjetër e kam shekë më falë shkurt, nështë asë pjo hinë havlazmin e tjerë. Nona mu ka mbulu, elhamdulillah. Edhe tashti jëm të i këshilu familjarët me a hek fotët në rrjetet sociale që i kanë të vjetra. Edhe jëm të i këshilu nonën mi u thonë tjerve që unë s'kam kontakt për mi a hek fotët tjera. Jazakumullahu. Allah e të rujtë. Dhe selam aleikum, 3 pyetje kemi. Se për këtë fotove, këta njerëzit nuk e dinë, o, i gëzun kafshti.
Njerëzit nuk e dinë se vdesin, shkojnë te Zoti, por gjunohet u ecin nga se kanë lanë foto, e kanë lanë ngjëzime, e kanë lanë faqe të zeza në për internet e faqe të ndryshme, la ilaha illallah. Sa të këqyret, sa të bën fitne që ajo foto që atje i shkon gjunahin varë. Sigur se punë e hajrit, nëse është një punë e hajrit, edhe të dhe në vdesim, dhe njerëzit frymëzohen për asaj punë të hajrit, përfitojnë për asaj punë të hajrit. A sadaka rrjedhse? Po. Edhe kjo është gjuna rrjedhës. Gjuna rrjedhës, sevap rrjedhës. Po, pashat madhe në Allah, po fort. E te kur dalin para Zotit shofin. Për ata nuk më e kuptoj, edhe në fakt nuk ka shumë zërë me kuptu, se se njofin Zotin, apo nuk dojnë me njoft. Smerin për dek. Për ndryshe, në që antik të femrat, çdo ditë, çdo nej, çdo këtë di unë, që bëjë punë, çdo sen, çdo fotografi, janë ditë, janë bajën, përshimi, atje, ma marë. Se krejt që tu shkojnë kënd të gjinaheve tua. Edhe masi des ma dje. Po, kujna me thonë? Kujna me thonë? Me thua atyni që kanë vesh, por së në thua atyni që s'kanë vesh, apo nuk dëgjojnë. Elhamdulillah që nana mbulu, e miri duke vepru të i thonë nana, si që fatët, atë sa ka mundësi, sa s'ka Zotin e faltë. Ata që ka nëshkru gruja jote, nuk ka bërë keq, por edhe me kanë në nëshkru të kundërtën, prapë nuk ishë bërë keq. Nga se, lejohet dhënia e gjymtyrëve pas vdekjes. Dhurimi, ma mirë thonë, i gjymtyrëve pas vdekjes lejohet. A lejohet me shit, a vetëm me Ja, me shit e haram. pas vdekjes? Me shit e haram. Asë në shetë kur përse gjallat, përse vdekur, por me nëshkru e me dhuru. Dhe disa shtete në Evropë janë qështo, është edhe Italia, edhe disa të tjera, ku të shtin me nëshkru atje, të fakt ta mundësojnë. Po që se nëshkruve, në momentin që vdes, nëse kanë mundësi në qatë nëzet me të mërë gjymtyr, të marë. Qëfar dhe gjymtyre që dohet aty në përdikan do një pacient. Dikuj qërpiku i synite, dikuj në pjesë e veshite, dikuj në organet e brendshme, dikuj në një gishte, një dore, dikuj, subhanallah, la ilaha illallah. Po, ka mundësi, pra në kjo është i përket pak më ndryshe, për ata që nuk kanë bëjë legjë kështu, e lënë testament. Thot trupin tem nuk e shë problem, nëse ju krymë punë dikuj në masë vdes dhe të përfitoj njerëzve për tina. Nashtë Allah më shpërblen, nashtë atë shpërblem nuk e di, po s'prish po. Po që Allah shumë leftë. Për mja dhonë, edhe për vesh këta diçka këtë që tha, për meni pyetën e dy që ke. Po, lejohet me dhonë organet për së gjalli. Po lejohet, por me kushte, që ti mos për dëmtu, që me vlerësu një ekip mjekësor, specializuar, se i kryin puni për shtatët, ka dobi, ka efekt, inshallah. Ashtë kusht fejsi me dhonë familjare, bërë në kujdush? Ja, s'ka të bëjmë familje kja. Që mës mërë para, mës të ashet, për të bëjmë fi sebilillah, për hatër të Zotit. Të johet. Hoqë Allah të ndëroftë, Edhe ju. Allahu të shpërbleft, në bëllat që po të mundojmë, ju të kështu se disa emisione, Heq bëhanës ka, letë në bëjnë halal në i veç, shikus tonë, që pëjmojnë ama gjatë për ndryshe, për Allah neve, shpërbleft, ju në bëjnë halal që po të neve mundojmë. kena bërë shtyne. Shusojmë derin e jaunash, me takohen për të mirë. për Inshallah, Allah inshallah. shpërbleft në ndëroftë. Faleminderit. Të dashur miq, ishim me hoxhën e ndëruar profesor doktor Shefqet Krasniq dhe lutim Allahun xhelle shanehu të shpërblej hoxhën, po ashtu juve dhe ne deri në takimin e radhës. Selam aleikum.